mirë se keni ardhur. Shumë kënaqësi për mua të jem son për kushtim, për kujdesje. Në vi të gjitha me dëshirën për të. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që jeni të pranishëm sonte dhe mos u shumë kënaqësi t'ju shoh, jeni bërë më të bukur se asnjëherë tjetër. Sa më tepër të jetë mundur për këto mosha, t'i tregoj më moshën e tretë. Falënderim të veçantë kemi gjithashtu edhe për shërbimin social shtetëror për kryetaren e Bashkisë së Shkodrës, zonjën Teuta Shala, që meritojnë plotësisht. Do të mirëpresim me duar trokitjen tuaj dhe të saj gjithmonë ka pas prioritet. Pra shterisa të faleminderit. Ju faleminderit ju për fjalën tuaj dhe për të gjitha dhe jeta. Pastaj të tjerat do të vinë të gjitha me patjetër. Po. Që të vini këtu dhe të kërceni me artistët e mrekullueshëm të këngët e tyre të bukura qytetare shkodrane. Beta që ditën hireve, Ogu bashtu I krojeve, e do në plasi në sy, sa du e mi, e do në plasi në sy, sa du e mi unë veti. Që mi u vret e leve, kushtanit mirë se I qonë. O t'jemi bash në të dy, do në shikjoj në zili. Forca! e do në plasi në sy. Hajde! Ta shikjoj e ti maren, e ikë më ishta zarane, se pasha drite, Falë me malu, shoni e hona, në qenë qilo. Ujtë tona. Sa e bukur, ken ka qilla në shkodë. Forca! Sa e bukur je. Qilo sa e bukur je. Këndë ka zemrën ty të valash, të kukaja. Mik pa jetës ka zhvizime jeta shtia vetë. Por si në bo, jo puna. Hajde! Marinë karëshie, pula me I përzi, aj bash. Kun kalala me goce Goce dashtë dashuri Na I morem qapo me goce O të tjem tiri O ma ke gishtin e basho kërunase Që besë djalo kërunase kame O more djalo Por shmune djalo O ty me t'idane O hiq mu shero dhe I me jet Se një du të rëndë o prej kreje Në këtë ditë e veçantë, Bashkia Shkodër riafirmon edhe një herë angazhimin e saj për të përmirësuar cilësinë e jetës të smoshuarve dhe për të siguruar një trajtim me dinjitet dhe respekt për çdo qytetar
të moshuar të bashkisë tonë. Dua të theksoj rolin e rëndësishëm të moshuarve në komunitet dhe përkushtimin e bashkisë për të mbështetur ato me politika dhe projekte të dedikuara. Të moshuarit përfaqësojnë një pastori të jashtëzakonshme për shoqërinë tonë. Kontributi i tyre gjatë gjithë jetës ka ndërtuar bazën e të ardhmës tonë dhe është detyra jonë që të sigurojmë kujdesin, mbështetjen dhe respektin e përhershëm. Dita botërore të moshuarve është një kujtesë për të gjithë ne që të respektojmë, të vlerësojmë dhe të mbështesim të moshuarit tanë. Shkodra do të vazhdojë të punojë fort për të siguruar që ata të ndjehen pjesë e vlefshme e shoqërisë dhe të gëzojnë një jetë të denjë e të qetë. Është kënaqësi e veçantë për Bashkinë Shkodër, që sot të ndaj me ju punën dhe përpjekjet tona në drejtim të ofrimit të shërbimeve për moshën e tretë si një prioritet i vazhdueshëm i politikave tona sociale. Pranë qendrës komunitare për familje numër 4 dhe qendrës multifunksionale të Zellonjat, të moshuarit tanë gëzojnë mundësinë të marrin shërbime ditore që i ndihmojnë ato jo vetëm në aspektin shëndetësor dhe social, por dhe në krijimin e një atmosfere miqësore e të ngrohtë. Përmes këtyre qendrave, të moshuarve u ofrohen informim, këshillim, aktivitete kulturore e sociale, vizita periodike për presionin e gjakut dhe glicemin, si dhe hapësira për arktim, festime dhe shoqërim. Në këtë rrugtim nuk kemi qenë vetëm. Bashkëpunimi i ngushtë me organizatat e shoqërisë civile, si Kryqi Kuq Shqiptar, Shpresë për Botën, ka bërë të mundur zbatimin e projekteve të rëndësishme për moshën e tretë. Aktualisht po zbatohet projekti Grace, i mbështetur nga fondi i përbashkët i OKB-s dhe organizata Gruaja të Gruaja. Ky projekt solli për herë të parë në Shkodër një kurrikull të posaçme për kujdestar të moshuarve në banesë, të cilët për herë të parë personave të moshuar dhe me aftësi të kufizuara do të trajnohen disa gra si kujdestare sociale, duke i përgatitur me një manual për shërbimet e integruara aty ku banojnë. Ky është një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të shërbimeve të reja dhe punësimit të grave në këtë sektor. Po ashtu në kuadër të programit të bashkisë, së bashku për shëndetin tuaj, organizojmë takime periodike me të moshuarit, duke ndarë informacione të vlefshme për kujdesin shëndetësor. Ndërsa shtëpia të moshuarve dhe 4 strukturat jo publike të qytetit ofrojnë shërbime rezidenciale cilësore për më shumë se 350 të moshuar që janë përfitues të këtij shërbimi. Në vitet 23-24, Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin fuqizimi dhe zhvillimi i shërbimeve ditore për moshën e tretë, me përfitues të drejtë për drejtë rreth 250 të moshuar nga lagjit 1, 2 dhe 4, si dhe 50 të moshuar që kanë përfituar nga shërbimet në familje. Të nderuar të pranishëm, ky rezultat është tregues i qartë i rëndësisë së bashkëpunimit ndërinstitucional. Vetëm përmes punës së përbashkët, duke bashkuar përvojat, burimet dhe vullnetin tonë të mirë, ne arrim të garantojmë shërbime cilësore për të moshuarit dhe të rrisim mirëqenien e tyre. Bashkia Shkodër mbetet e angazhuar që së bashku me partnerët të vazhdojë të forcojë rrjetin e shërbimeve sociale, duke i dhënë moshës së tretë dinjitetin, kujdesin dhe dashurinë që ata meritojnë. Në rrugë parë herë një respekt për të gjithë që kanë organizuar këtë aktivitet bukur, i përshëndes të gjithë. Moshën e tretë jep jetë gjatë dhe shëndet. Urojmë gjithë, ne jemi shumë të gëzuar aty ku jenë në shtëpitë moshuarve. Ra parë kemi këtë zotërin këtu, që s'na ka kush, që gjithë me mirësadër, me stafin, gjithë kujdesën për neve. Jena si shtëpi e dytë aty, jemi si shoqe, gjemë gjuni për bashkët, shkojmë shumë mirë me njëra tjetërën, çdo gjë është mirë, çdo gjë është bukur. Kena një staf shumë të mrekullueshëm. Ke ndonjë dëshirë ti që do ta kërkosh sonte, na thuaj këtu publikisht. Çfarë do doje? Dëshirë. Në dëshira jona është shëndet, jetë gjatë, më mirë nuk
Nuk ka ku shonin. Jam shumë i privilegjuar që kam të bëj me disa gjysha të mrekullueshëm të cilëve unë ju shërbej çdo ditë. Ato janë bërë si pjesë e familjes sime dhe unë i shikoj si gjyshat e mi dhe sot kem frymë dhe sot kem forcë, do të mundohem për më të mirën e tyre që atyre mos t'i mungoj gjë dhe t'ju lumturohet zemra tyre. Padyshim që një falënderim i veçantë shkon për të gjithë bashkëpunëtorët tonë, sepse ne të vetëm nuk arrim të bëjmë asgjë, po mos t'jeni ju, po mos t'jetë bashkëpunimi me institucionet lokale qendrore, siç janë bashkia, siç është Këshilli i Qarkut, apo siç janë edhe donator OJF, aktivistë të ndryshëm të cilët ne janë bashkuar, që unë nuk du t'i përmend me emra, por gjithë secili e din atë kontributin e tij të cilën e ka dhënë në vite. Kemi gjetur shumë bashkëpunëtor, shumë të tjerë na janë bashku, shumë të tjerë do t'i bëjmë dhe në vazhdimsi që këtyre gjysha të qytetit ton ne t'i kthejmë buzëqeshjen, t'i kthejmë lumturinë, t'ja lehtësojmë ato plagët e vështirësive që kanë pasur gjatë jetës, se me të vërtetë ato meritojnë për gjithë kontributin, sakrificën e madhe që ato kanë bërë për ne. Shtëpia të moshuarve Shkodër është e hapur për gjithë, të cilët duan të na bashkohen. Për sa kohë që ne i shërbejmë tyre të moshuar, do ta gjejnë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe të frytshëm që gjyshave tonë t'i gjendemi sa më pranë me aktivitete ndryshme. Gjej rastin falenderoj përzemërsisht të gjithë stafin e shtëpisë moshuarve Shkodër, të cilët në vite kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në shërbim të gjyshave dhe gjyshave tona, që ato të ndihen sa më mirë dhe ato të dalin sa më të gëzuar dhe të lumturuar në rrugët e qytetit tonë. Ju falenderoj shumë përzemërsisht. Ne shërbimet tona në vazhdimsi kemi shtuar, çdo një tetor ne bëjmë bilancin e vitit që sapo mbyllëm dhe kemi shumë shërbime të cilët i kemi shtuar si nga ana mjekësore, si nga ana sociale, si nga ana bashkëpunëtorëve, si nga ana dhe financiare, ku tani i është dhënë një kontribut më i madh të moshuarve, pasi edhe 40% që nuk i ndalet më nga pensioni i tyre dhe ato kanë një anë monetare edhe më të madhe në xhepin e tyre, të cilin mund ta shpenzojnë për nevojat e tyre. I bëj thirrje të gjithë atyre që kanë një gjysh tek shtëpia apo sado larg që mund ta kenë atë, të përkujdesen dhe të kujdesen për ta. Tregojnë vëmendjen e duhur për ta, t'i kthejnë syt, t'i kthejnë krahët ka gjyshet e gjyshërit tanë, sepse me të vërteta dy të gjejnë bekimet e tyre dhe kështu do të na mbushet zemra, do të gëzohemi ne dhe do t'ja lehtësojmë plagët e tyre të cilat i kanë krijuar ndër vite.